Flamurtari ishte një nga ekipet e kualifikuara në turin pasardhës të Kupës së Shqipërisë. Në ndeshjet e luajtura ditën e martë, Flamurtari ka fituar thellësisht përballë Tomorit në shifrat 9-0, ndeshje që e luajtur në fushën sportive të qytetit të Orikumit. Ekipi vlonjat ka realizuar 4 gola që në pjesën e parë me Anto Shafit dhe Ramirez nga dy secili, ndërkohë që 5 golat e tjera janë realizuar edhe gjatë 45 minutave të dyta. Në fakt ka qenë një ndeshje për ekipin e Flamurtarit e lehtë përballë ekipit Tomorit, i cili militon në kategorinë e dytë të futbollit shqiptar. Ndeshja është zgjedhur të luhet pikërisht në fushën e Orikut për të bërë të mundur që stadiumi Flamurtarit të jetë gati për ditën e diel, aty ku Flamurtari do të rikthehet në ndeshjet e kampionatit dhe do të gjejë përballë ekipin e Tiranës. Duke u kthyer te ndeshja e Kupës, Flamurtari ka zhvilluar një ndeshje të mirë, si në pjesën e parë ashtu dhe në pjesën e dytë, duke bërë të mundur dhe realizimin e plot 9 golave dhe duke treguar se tashmë forma e ekipit është rritur nga ndeshje në ndeshje. Megjithatë, tashmë vëmendja për ekipin vlonjat hidhet menjëherë tek kampionati, i cili rikthehet pas ndeshjeve të kombëtares. Në bazë të kalendarit, ekipi i Flamurtarit do të luajë pikërisht ditën e diel në qytetin e Vlorës përballë Tiranës, ndeshje e cila luhet në orën 16:30.